në këtë edicion të 62 të konferencës së sigurisë në Münich. Cilat ishin takimet që realizuat ditën e sotme? Po natyrisht Kosova është pjesëmarrëse e rregullt e konferencës së Munichut. Kjo është njëra prej forumeve më të rëndësishme botërore të sigurisë. E kur jemi te siguria, të gjithë e kam parasysh që sidomos pas vitit 2022, pas agresionit pa provokuar të Federatës Ruse mbi Ukrainën, edhe në aspektin global, politika e jashtme po bëhet gjithnjë më shumë siguri. Dhe Kosova natyrisht që do të jetë e pranishme, kryeministri Kurti ishte i pranishëm, unë mora pjesë edhe ministri Maqedonci për ta prezantuar edhe vizionin atë qëndrimet tona sa i përket mbrojtjes edhe ushtrisë të Kosovës. Takimet ishin të shumta. Takuam senatorët amerikan, takuam përfaqësuesit e Turqisë, unë po ashtu edhe të Estonisë, edhe të Malit të Zi. Po ata rastin që këmbej mendime edhe me zotin Schmidt, përfaqësuesin e Bashkimit Evropian për Bosnën, sepse fati i Bosnës edhe stabiliteti i Bosnës na intereson, edhe kemi vëmendjen edhe aty. Ka ndodhur dhjetra takime shumë të rëndësishme edhe me kryeministra. Tash zoti Kurti, derisa ne po flasim këtu, është duke takuar ministrin e jashtëm gjerman, Vadeful. Pra ishte, mendoj, një prani e suksesshme e Republikës Kosovës në këtë konferencë. Si kryetari i Kuvendit të Kosovës, ju keni qëndruar në Hag, keni vizituar udhëhecit më të lartë të Ushtrisë Lindore të Kosovës. Po, do të ketë vizitë të radhës? Po, do të jetë hera e tretë që do të shkoj prapë në Hag. Është procesi përmbyllës, janë fjalët përmbyllëse të ekipeve të mbrojtjes së zotit Thaçi, zotit Jakub Krasniqi, zotit Selimi dhe zotit Veseli. Ne si shtet mendojmë që kjo ishte një akt akuz skandaloze, sa i përket krerëve të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qëndrimtare të Kosovës. Ne kemi qëndrimin e qartë që UÇK-ja është në bazën e lirisë e të pavarësisë së shtetit tonë. Ajo është vlera më sublime që ka arrit me kriju populli i Kosovës. UÇK-ja ka dalë pe xhirit të popullit, nuk është e krijuar nga lart, nuk është e krijuar me dekrete politike. Është vetë zgjimi popullor për me mbrojt vendin tonë nga gjenocidi i Serbisë. Kjo është ushtria qëndrimtare e Kosovës. Dhe kush thotë që qëllimi i UÇK-s ishte spastrimi i serbëve, apo ishte eliminimi i figurave tjera politike, apo ishte targetimi i pakicave kombëtare, apo i gjithë atyre që nuk pajtohen me UÇK-n, kjo është një huqje shumë e rrezikshme, e cila qëllimin e ka fort të keq, dhe ky qëllim është me vendos re të zeza mbi shtetësinë dhe mbi pavarësinë e Republikës Kosovës. Prandaj ne nuk do ta lejojmë këtë, ne do ta ngrisim zërin kundër këtyre akt akuzave, dhe unë jam fort i bindur që për shkak të pastërtisë të luftës që ka ndodhur, e cila ka qenë luftë mbrojtëse, jo luftë pushtuese, jo luftë për me rënu popull tjerë, po për me ngrit popullin tonë drejt lirisë dhe drejt pavarësisë. Pikërisht për shkak të kësaj, në cilën ne besojmë në mënyrë pa luhatshme, pra në pastërtinë e luftës tonë, unë besoj fort që në muajin prill këto akt akuza gjykata i hedh poshtë si të paqëndrueshme, krerët e UÇK-s kthehen në mesin tonë dhe në mesin e familjeve të tyre, të cilat atyre ju kanë munguar atë gjatë, dhe fiton Kosova